Tani ky që sapo pati ishte një debat i stisur, me thënë drejtën, një debat kot mes këtij djalit që sapo ka hyrë dhe Eugenit. Ku i thotë që ti je thjesht një fotokopje, një imituese kështu me radhë. Mirë, po dikush t'ia thotë këtij djalit ose duhet ta kishte mësuar para se të hynte, se Eugeni është një djalë pa e mbrojtur Eugenin fare, domthon mua Eugeni nuk hynte preferencat e mia si lojtar në Big Brother. Ama Eugeni, ti thoni këtij zotëris tjetër, është një djalë i cili ka mbaruar shkollën e lartë, ka mbaruar Akademinë e Arteve, është i diplomuar për aktor dhe punon në spektaklin më të madh të humorit të gjitha kohërave në Shqipëri, që është Portokallia. Portokallia jepet, transmetohet në televizionin më të mirë, më të famshëm në gjithë shqiptarinë, që është Top Channel, më të fortin. Kështu që nuk është kështu thjesht pa gjë, nuk e kuptoj këtë lloj tendence për ta denigruar tjetrin, domethënë duke i përmendur punën, profesionin e kështu me radhë. Ndërkohë që nuk e kuptojnë se kështu vetëm e lartëson tjetrin. Ndërkohë nuk dim te ky djali tjetër çfarë shkolle ka bër, çfarë punë bën, çfarë profesioni ka, çfarë diplome ka një diplomë apo s'ka. Nëse asnjëherë nuk e kam kuptuar këtë tendencën e këtyre personave që në pamundësi për t'i prekur këto fasha të tipit aktor, spektakle humori, teatr, kështu me radhë, i përdorin për ta denigruar tjetrin i cili është i asaj fushë. Unë nuk e kam kuptuar asnjëherë këtë. Tani, për çmimin ndaj një personi tjetër, të sakaton ty vetë si person. Nuk duhet ta përçmosh tjetër, madje duhet ta vlerësosh punën e tij, që të nderohesh dhe vetë. Nëse, pak rëndësi ka.